për zgjedhjet lokale në Prishtinë, ndërsa për të diskutuar rreth këtyre që janë zyrtarizuar dhe ata që pritet të zyrtarizohen, të ftuar kam edhe Bekim Saliu nga GAPI, me të cilin pra do të diskutojmë pak më shumë rreth mundësive të cilat pra edhe do t'i kenë gjatë fushatës zgjedhore këta kandidat. Faleminderit shumë që pranuat të jeni me neve. Kështu që Faleminderit juve. Të mirë se erdhët. Apo na tregoni pra sa i përket pra në bazë të kësaj liste që e kemi momentalisht, çfarë gare pritet të jetë në Prishtinë? Gara në Prishtinë gjithmonë ka qenë interesante edhe gara kryesore, natyrisht për shumë arsye. E kryesorja është që Prishtina është natyrisht kryeqytet. Kush e merr timonin kryeqytet konsiderohet një farë lloj triumfi në zgjedhjet lokale. Kështu që garanci, domethënë, bazuar në historinë e zgjedhjeve të kaluara, garanci nuk ka asnjë subjekt politik, përkatësisht asnjë kandidat politik. Varet për shumë faktorëve. Varet prej mënyrës se çysh kanë më qasë fushatës, varet prej mënyrës se çysh kanë me diskutu, kanë me prezantu ofertën e tyne, varet se çysh qytetarët kanë me pa profilin e tyne, punën e tyne, sukseset, so kanë me konsideru që janë të ndershëm, so kanë me konsideru që janë të meqëm. E kështu me radhë, pra janë faktorë të ndryshëm që e përcaktojnë dhe e vendosin se kush do t'i pri garës. Unë gjykoj edhe presë që Prishtina ka më shku në balotazh. Kësaj here do thëtë nuk ka... Mes kujra mendojnë që do t'jetë gara më e ngushtë? Tani, shëqa, jo vetëm të rasti Prishtinës, po edhe të rasti këtë komunave tjera, një avantazh në fushate ka kryetari i komunës, por disa arsye. Ta zonë, njëna për arsyeve është që kryetarët e komunave i dinë cilat janë prioritetet dhe cilat janë problemet. Dhe natyrisht që kur t'i prezentojnë para qytetarëve problemet, përkatësisht premtimet që ato problemet do të adresohen gjatë mandatit të ardhshëm, kjo krijon një lloj avantazhi në teren. Po ashtu do të thotë kryetarët e komunave e kanë mekanizmin e buxhetit aktualisht në funksion, që përmes subvencioneve, investimeve, ndikimeve të ndryshme e rrisin ofertën e tyne dhe rrisin votën e tyne. Pra, kryetarët e komunave aktualisht të përfshirë këto të Prishtinës se ka një avantazh mirë, por nuk ka garanci. Ka edhe mangësi. Pra, sa mund të konsiderohet që ka avantazhe, mund të ketë edhe mangësi, ta zonë për shembull për parim rama o konsideru për qytetarëve, po thëmë nga ajo që kemi observu, ose që kam observu, është konsideru një kryetar aktiv, por jo edhe shumë efektiv. Dhe tani do të varet shumë për zotit Rama se si do të arri ta arsyetoj, ose ta argumentoj faktin që efektiviteti nuk ka qenë në shkallën që është prit. Pra, dhe po ashtu, qytetarët kanë pritë që zoti Rama do t'jetë më prezent në teren. Jo vetëm në qendër, jo vetëm në projektet cilat do të thotë lidhen me mandatin e tina, por edhe me lokalitete, me lagje, me fshatra, e kështu me radhë, që të shkoj, që t'i takoj qytetarët, që të bashkëbisedoj me ta, që t'i ndaj shqetësimet edhe që të përpiqet që të gjej mënyra që ato shqetësime ose kërkesa që kanë qytetarët edhe t'i adresoj. Nuk po them që kjo ka munguar totalin e saj, por nuk ka qenë aq sa është menduar dhe pritur në fillim. Kandidatura Harovaçekut është kandidaturë cila unë gjykoj që Orhan Ismaili, ta zonë për shembull, e ka një përvojë nga zgjedhjet e kaluara, cila i mungon Harovaçekut. Harovaçeku ka një huri të qeverisjes lokale, patjetër, për shkak që ka qenë një kohë udhëhec e një organizate të mirë në Prizren, Ecman Ryshe, edhe përmes asaj organizate kanë pas projekte dhe aktivitete që janë lidhur direkt me pushtetin lokal. E natyrisht që kjo e ka mëshiru, e ka socializu me temat cilat lidhen me komuna. Por në kuptimin e fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale, zoti Qeku në këtë rast ka një handicap për shkak që nuk e ka këtë përvojë, për dallim nga zoti Rama dhe për dallim nga Orhan Ismaili, cilët kanë përvojën edhe e dinë cilat mund t'jenë përparësitë dhe mangësitë në fushat, dhe cilat mund t'jenë qasjet e duhura dhe cilat jo. Kështu që, në përgjithësi, e shoh si një garë interesante, gjithmonë në Prishtinë ka qenë e tillë, kandidat janë interesant, deri tani,
Do thotë PDK-ja më shumë është duke u aludu që mund të jetë Orhan Ismaili, se akoma nuk e ka zyrtarizuar. Nuk e ka zyrtarizuar. A mund të ndosë ka pritur derisa të del edhe vetëvendosja me një zyrtarizim të tij në mënyrë që të shoh tani të kandidojë edhe PDK-ja? Nuk e di cila mund të jetë arsyeja pse nuk e ka zyrtarizuar deri tani kandidaturën, por gjykoj që ky spekulimi që Orhani do të jetë, do të thotë e rrit pak ofertën e tina në treg, sepse njerëzit fillojnë me diskutu, jo do të jetë, jo s'do të jetë, a do të jetë, a s'do të jetë, dhe në fund mund të jetë, dhe kjo pak, si thuash, e sensibilizon ose e socializon figurën e tina, emrin e tina në opinion. Dhe gjykoj që gara është interesante, por natyrisht që ta zonë për shembull të zoti Rama, mangësi është fakti që ai ka deklaruar më shumë se një herë që nuk është pjesë e LDK-s. E Prishtinë LDK-ja ka një strukturë ka gjithë të shtrirë. Pra, kjo do të jetë një, si thuash, mangësi, ose... Do të shohim nëse do ta ketë përkrahjen e Lumir Avdigjikut, pra të cilën i ka munguar në një kohë siç duket. Unë nuk pres që nuk do ta ketë përkrahjen e Lumirit, por do të jetë interesante nëse do ta ketë përkrahjen e krejt strukturës LDK-s. Pra, për shkak që kjo ka deklaruar, po them më shumë se një herë që nuk është pjesë e LDK-s. Gjasat janë ose pritjet janë që ky mund të antarësohet në LDK në këtë periudhë, e pastaj të jap mesazhin që kjo është edhe LDK. Por PDK-ja do ta mbështetë zotin Orhan Ismaili me gjithë potencialin e saj, edhe mediatik, edhe teknik, edhe operativ, administrativ e kështu me radhë. Dhe natyrisht që kjo është një përparësi për të. Po ashtu do të thotë mbështetje të madhe do të ketë edhe Hajrullah Çeku nga VV-ja. VV-ja dën të bëjë një fushat agresive në rrjetet sociale. Veç ka fillu, do të thotë e shohim. Duke i përdorur sigurisht edhe premtimet e zotëri Ramës, të cilat nuk janë realizuar. Po, do thotë ne si GAPI monitorojmë premtimet e kryetarëve të komunave, dhe natyrisht asnjë kryetar nuk arrin krejt premtimet i përmbush, dhe zakonisht kundër kandidatët tani që futën në garë në secilën komunë marrin këto premtime që si kanë përmbush. Pra, ky raport do të përditësohet me 30 qershor. Si do të ndikojë kjo në fushatën e zotëri Ramës? A mendojnë që do ta përdorin për kundër fushat partitë të tjera, apo do të jetë në favor të zotëri Ramës? Ne presim se institut dikun ka gushti këtij viti të dalë me dhëna asaj përket mandatit 2021-2025 të përmbushjes ose jo të premtimeve nga të dhëna nga kryetarët e komunave. Dhe atë do të shifet në mënyrë kështu të zyrtare sa i kanë përmbushë sa jo. Akoma nuk po duhet të flas me dhëna preliminare. Kemi disa Pra përse ato që i keni pa jo është në favor të zotëri Ramës? Zoti Rama ka dhënë numër të madh premtimeve. Ja 206 premtime që i ka dhënë zoti Rama është numër i madh i tyre. Jo një numër i madh i premtimeve që natyra e tyre është shumë e ndërlikuar, edhe në kuptimin administrativ edhe investiv, kështu që shikuar nga kjo pikpamje edhe nuk është prit, po menej që do t'i përmbush tërsinë e këtyre premtimeve, por pritet e zotit Rama dhe premtimet e zotit Rama kanë qenë që ato të përmbushën. Dhe natyrisht tani kundër kandidatë shfrytëzojnë këto dhe do dalin do të thotë me fushat që nuk janë përmbush premtimet në këtë lagje, në këtë fushë, në këtë sektor dhe në këtë temë, kështu që tani do të jetë po ashtu interesante të shifet nëse zoti Rama do ta përditësoj programin elektoral që e ka pas, ose do të synoj edhe një mandat bazuar në këtë program elektoral, sepse nëse ju kujtohet në fillim të mandatit 2021-2025, zoti Rama ka deklaruar në disa raste që ai këtë program e ka synu ta realizoj në 2 mandate, dhe jo në një mandat. Dhe tani do të jetë interesante të pritet të shihet nëse zoti Rama do të kandidojë me programin e njëjtë apo do ta ndryshojë programin. Nëse kandidon me programin e njëjtë, gjykoj që do të jetë mangësi, por shkak që qytetarët presin më shumë, presin më ndryshe, e kështu me radhë. Sigurisht edhe shumica e premtimeve të tij madhore pra as nuk janë inisuar ende, kështu që për një mandat të tënë nuk janë inisuar, çfarë pritet të bëhet pra brenda një mandati. Sakt. Po, sa i përket përmbushjes se jo nuk po duhet të lëshohem në këtë nivel. Për shkak që do të flasim me dhëna statistikore dhe me dhëna të sakta, cilat i kemi edhe nga tereni edhe nga hulumtimi e që do të bëhet në gusht të këtij viti. Por gjykoj që zoti Rama do të dalë me program 3, pritet e mia, do thotë që ai do të dalë me program 3 për shkak që do ta nuhat rrezikun
që programi i kaluar do të mund të krijojë disavantazhe të tij në terren përkatësisht në fushat dhe në zgjedhje. Megjithatë, ende nuk është zyrtarizuar as kandidatura e tij, por të paktën vetë ashtu ka deklaruar që do të jetë pra edhe për një mandat tjetër. Por sa i përket përparësive dhe mangësive, zotëria Hairullah Qeku pra është nga Prizreni dhe ka marrë komente të shumta, sa mendoni që mund të penalizojë kjo pjesë? Shiqo, në këtë pikë gjykoj që nuk është as e dobishme, as e ullës që një kandidat për kryetar komune të akuzohet ose të targetohet, të etiketohet mbi bazë të komunës. E vërteta është që ligji kërkon që kryetari i komunës të jetë spoku në 3 vjet e fundit banor i asaj komune. Mirë po ju e keni të zonë 10 raste kur kryetarët e komunave i punojnë në komunat përkatëse jetojnë në Prishtinë. Një pjesë e madhe, konsiderueshme e kryetarëve të komunave bëjnë këtë. Ta zonë hajtë përmenëm edhe emra, për shkak që janë emra publik. Mimoza Kosari, për shembull, ka marrë mandat në Gjakov, por ka jetuar në Prishtinë. Dhe pra unë nuk e shoh as mangësi, as më pak tragjike që dikush që ka jetuar në Prizren e që ka dëshmuar punë të mirë në Prizren të mos synoj të marrë kandidaturë për kryetar komune në Prishtinë. Nuk është të thonë domosdoshmërisht thjesht patjetër qytetari i Prishtinës për të qenë kryetari i mirë i Prishtinës. Kosova është vend i vogël, natyrisht, dhe unë gjykoj që ky lloj debati ose narracioni që po zhvillohet nuk është as i duhur, as i dobishëm, as i nevojshëm dhe do duhet shikohet profili i kandidatit, përmbajtja e tij ose e saj, sepse prej sume duhet të ketë edhe gra në garë. Pra duhet shikohen këto elemente, këto segmente, jo të shikohet dhe thëtë lokaliteti ku ka jetu kështu me radhë. Mirë, po duke e para, po duke njohur elektoratin pra të Prishtinës, sa mendoni që ata do ta gjykojnë për shkak se Prishtina-lit, pra janë paksa të themi ashtu edhe lokalist, sa i përket kësaj pjese? Tani, unë e kam një kundërpyetje kush është Prishtina-li. Ka të pak. Ka pak edhe që prapë po them, gjykuar sipas pikpamjes time nuk do duhej një kandidat të gjykohet, të përjashtohet, të etiketohet bazuar në vendlindjen e tij ose vend qëndrimin e tij. Natyrisht KQZ-ja e ka për obligim ta bëjë një verifikim ligjor të kandidatëve që kandidojnë për kryetar komune, e ky verifikim i validim bëhet edhe bazuar në atë kriterin që thash duhet me kanë 3 vjet banori i asaj komune. Në momentin që Hairullah Qeku e përmbush administrativisht këtë kriter, këtë debat mbyllet. Nuk kemi çka flasëm tutje për këtë. Pastaj çështja e ndarësh, çështja e profilit, të përmbajtjes, e prezantimit, të diskutimit, e premtimeve kështu me radhë. Kemi edhe Besa Shahinin, pra ish ministrën e arsimit në Shqipëri, sa mendoni, pra është një fytyrë e re në politikën sidomos në Prishtinë sa i përket zgjedhjeve, sa mendoni që do të arrijë ta ngrisë sa do pak ndoshta do PSD-n në këto zgjedhje, si e shihni pra Besa? Unë e shoh strategjitë mëshme të PSD-s për të konsoliduar si subjekt politik, sepse ka nevojë shikuar nga pikpamja e tyre, ka nevojë që të konsolidohen, që të jenë më shumë në opinion e kështu me radhë. Dhe kjo është strategjia e mëshme e tyre që e kanë zgjedhur, do thotë që ti kandidojnë gratë fillimisht në Prishtinë dhe Ndeqan për kryetar komunash dhe natyrisht që duhet të mirëpritet, duhet të përshëndetet fakti që kemi një grua në garë. Nuk duhet gjykuar, do thotë, ose sankcionuar në asnjë formë fakti që është ka një subjekt në konsolidim i ardhur, por gjasat që zonja Shahini të mobilizoj votë janë të vogla dhe shiqoni ka pas raste në Prishtinë të zonë për shembull kur një subjekt i vogël politik e ka përcaktuar në fund fitues. Sepse unë po them në Prishtinë patjetër do të shkojnë në balotazh. Dhe pastaj çdo subjektet e vogla mund ta përcaktojnë fituesin. Kështu që kjo rrjedh mund të ketë logjik. Po them, shikuar strategjikisht, PSD-ja ka bërë mirë që ka hyrë në garë edhe për kryetar komuna dhe nuk përjashtohet mundësia që në fund po kjo PSD do të përcaktoj votat e saj se kush mund të jetë
kryetar komune, potencialisht po them. Mund ndodh, ka ndodhur në kalumen me parti tjera. A do ndodh tani gjasa të vogla, por prap gjasa ka. Kështu që e shoh në këtë pikpamje. Do më thonë, gjatë fushatës sa me ndoni që do të arrijë pra të kanë konkuroj të themi edhe me të tjerët, pra me kandidatet të tjerë, të cilët tashmë vesejon në fushën politikët Kosovës. Kështu që PSD-ja nuk e ka as potencialin financiar, as operativ, as teknik, për mundësu një fushat madhështore, masive, do të thotë, dhe për jelloj natyrisht kjo e sankcionon, e penalizon zonjën Shahini. Për dallim nga PDK-ja, nga LDK-ja, nga VV-ja që janë subjektet mëdha politike, e pas cilave që ndrojnë dhjetëra biznese, kompani e individ, që japin edhe pare, edhe resurse tjera për t'i fuqizuar ose për ndikuar në fushat. Kështu që këto nuk e presë që do t'a ketë zonja Shahini, edhe kjo natyrisht që do t'jetë mangësi në fushat. Por gjykoj që zonja Shahini do të përpiqet ta shfrytëzoj këtë minimumin e paraqitjes në opinion që ka obligim secili televizion t'ia ofroj secilit kandidat, secilës kandidate. Kështu që aja do ta shfrytëzoj këtë minimum dhe zëri i saj do të jetë prezent, por unë gjykoj prapë që mundësia që aja të mobilizoj votë do të jetë këtë e vogël, por mos me thonë se do të ekzistojë fare. Pra, po thoni që gara e ngurtë do të jetë mes 3 partive më të mëdha politike që i kemi në Prishtinë. Patjetër. A do të jenë edhe me përqindje mendoni të afërta? Ndoshta do të jetë gabim tani të flasim me përqindje. Sepse faktën nëse janë afër, jo ti përmendim, por faktën nëse janë afër, nëse do të jenë afër apo do të ketë ndonjëra që do të favorizohet më shumë. Pritet e mia janë që do të jenë të afërta. Partia e parë dhe partia e dytë do të jenë të afërta. Ndoshta dallimi mes tyre do të jetë plus minus 5%. Atë dikon e shoh, do të thotë, mes partisë parë dhe pas partisë dytë. Po cila është kjo, duhet t'i presim rezultatet e zgjedhjeve. Pra faleminderit shumë atëherë për gjitha këto përgjigje, gjitha këto mendime që japet për neve dhe për gjithë shikuesit tanë. Faleminderit juve. Ndërsa ne tani do shkojmë në fshatin Dabishes, pra e përmendëm edhe më herët që